Jep sadaka me njet me ta shëru Zoti, me të shëru Zoti për një smundje që e ki. Jep sadaka me njet me ta lecu Allahu një proces, një punë që e ki. Jenë prak fesës, prak martesës, të studimit, të biznesit, të jep. Jep sadaka me njet me më shëru Zoti nanën e babën, nëse me shkru se vap nanës e babës. Po, për çka t'jepsh? Në qatë njetë që kanë me emrin Allahut Azza wa Jall. Sadakaja është një derë e madhe, e gjanë, është dhara të madhe Zoti që depërton të na. Është për nimeteve të madhe të Allah, për ata që Zoti ju ka dhënë. Me sadaka, me shujt, me zbëj hidhërimin e Zotit. Me pajtu me Zotin tënë, që ke hedhëru me gjenahe. Me sadaka me fshi gjenahin tënë. Me sadaka më ngrit të Zoti. Me sadaka më mbrojt për gjehnemit. Me sadaka më të letu e natë e vorët jetën vërreza. Me sadaka më të rujtë Allah për i kadereve në këtë dënja. Me sadaka më të rujtë Allah pasurin në këtë dënja. Me sadaka më të rujtë Allah shëndetin e fëmijën e gruan të mira që ka dhënë Allahun këtë